Bosat e botës. Njerëzimi a është dembel apo punon? Varfëria a ekziston apo jo? Njeriu a është parazit apo jo? Le ta diskutojmë sepse doja t'ju pyesja, në qoftë se këta bosat e botës do të lëshonin, pra t'u jepnin para, të gjithë aparat që kanë t'ja u jepnin njerëzimit, pra t'i linin të lirë aparat. Ju, çfarë mendimi keni? A do të zhdukej varfëria në botë? Ndiqeni me kujdes, është vërtet shumë kurioze kjo. Shiko, tregohet që rreth 13% e popullit në botë, 13%, për pak të kështu thuhet, janë të pasur. 13% janë super të pasur. Dhe një pjesë e vogël prej këtyre, që janë shumë pak, 2%, që numërojnë rreth 3.000, janë miliarder. Pra 3.000 miliarder. Dhe nuk po flasim për miliarda, duke këtu fillohet nga 10 miliardë sipër, Kështu që këta që kanë miliarda, në qoftë se do t'i lëshonin të gjithë aparat t'ja jepnin popullit. Populli, a do të zhdukte varfërin? Atere, dëgjoni, është bërë një studim prej vitesh, sepse para disa kohësh, pra flasim nga duke filluar nga viti 1950 ca dhe 60, pra duke filluar nga viti 1960, deri në vitin 2000, është bërë një studim. Pse? Sepse ishte periudha kur ndihmonin vendet afrikane. Dhe jo vetëm vendet afrikane, por kishin filluar kryesisht me vendet ku psuan probleme të luftës, pra në Vietnam e tjerë. Çfarë bënin popujt e pasur? Jo vetëm popujt e pasur, por edhe njerëzit e pasur. Jepnin ndihma. Dhe shteti çfarë bëri? Nga momenti që filluan që t'jepnin ndihma, pra këta të pasurit, i ndihmonte shteti, pra nuk u kërkonte përqindje të atyre parave që ata jepnin. Në qoftë se ti do t'jepje për shembull $1 milion, nuk ti llogariste ato $1 milion në shifrat e tua kur i kishe marrë. Okej? Dhe normal edhe kur i jepje. Kjo pra e bënin për të ndihmuar që të ndihmonin vendet e prapambetura, fillimisht tash me ato me luftë, pastaj ato të prapambeturat. Tani çfarë ndodhi? Në vendet e prapambetura, që është nga ana e Afrikës, u mësuan sepse qeveritarët çfarë bën? Qeveritarët panë që vinte malli, pra vinin kontejnera të tërë me mallra, çdo lloj malli, nuk po flasim këtu vetëm për ushqime, por edhe për çdo lloj malli, edhe për veshje, për çdo lloj gjëje. Dhe çfarë bën? Kuptuan që nga ato mund të bënin para. Dhe çfarë bënin? I merrnin ato para dhe ato ndihma dhe i shisnin. Dhe u bën disa, ata që krijuan banda ose edhe qeveritar të mëdhenj, u bën miliardera. Mirë po, ndërkohë edhe populli vet u bë më shumë parazit. Pse? Sepse duke parë që vini ndihma, mos do vin ndihma, kështu që ne nuk punojmë. Pra, njeriu në vetvetiu është parazit. Ne jemi mësuar që të punojmë, okay. Por në të vërtetë ne jemi parazit. Njeriu është vet parazit. Dhe në qoftë se dikujt i shkon ndërmend për shkakun që ne jemi 10 miliard, 8 miliardë të shkojmë dhe le të shkojmë 10 miliardë, ne prap kemi për të ngrënë. Kemi, po kush punon? Se ky është thelbi. Kush punon? Në qoftë se keni vënë re, ata që punojnë janë pjesa dërmuese e njerëzve, por po ta shikoni, një pjesë prej tyre, pra me një përqindje e madhe e njerëzve, janë ata që nuk prodhojnë realisht, por ata i kanë të gatshme. Çdo të thotë kjo. Për shembull, kush i punon tokat? Më thoni, kush nxjerr, sepse ti duhesh ose fabrikat, uzinat, kush i prodhon? Me fjalë, kush bën prodhimtari? Janë një pjesë e vogël, sepse pjesa e madhe, pra të këtyre që punojnë, sepse pjesa e madhe e njerëzve punojnë. Okej. Por një pjesë e vogël prej tyre nxjerrin vërtet, pra nxjerrin prodhimtari, që për shembull drithin apo traktorët që të punojnë tokat apo ku ta di unë. Pra janë një pjesë e vogël. Dhe ata që pjesa e madhe që nuk punojnë janë qeveritar, janë avokat, janë mësues, janë apo ku ta di unë. Do thotë ndonjëri nga ju, po ç'lidhje ka mësuesi, nuk prodhon mësuesi. Mësuesi shkon në punë për të informuar një fëmijë,
një student, por nuk prodhon. Pra kush prodhon? Ata që prodhojnë janë shumë pak. Ndaj po them që është njeriu, vetiu, është parazit. Po ta shikoni, është parazit. Ne kemi krijuar një sistem që është një sistem i korruptuar, sinqerisht po e them. Pra në të gjitha anët, sepse nëse ky sistem do të ishte korrekt, po flas për sistemin në përgjithësi, në të gjithë botën, në gjithë globin, do të ishte çdo gjë më mirë, sepse të gjithë do të ishin njësoj. Por ka një problem që është problemi më kryesor, që pjesa dërmuese e njerëzve, po thuj që të gjithë janë parazit, por pjesa e dërmuese e njerëzve nuk do ta pranonin. Nuk do ta pranonin që të ishin të barabartë. Dhe e dini pse? E thjesht. Sepse nëse do të jemi të barabartë, sepse këtë mendoi edhe nga Karl Marx, Frederick Engels, që të ishin të gjithë barabartë dhe të gjithë punonin vetëm 2 orë etj. Do vi një moment që do mendohet që të punohet në këtë formë. Pra të gjithë njerëzit, të gjithë, të punojnë 2 orë, të kenë një rrogë që quhet rroga universale, të kenë një informacion, pra të studiojnë etj. Pra që të jenë të gjithë të barabartë në një nivel. Nuk mund të arrihet, e them se përse? Sepse, siç ju thash, pjesa dërmuese e njerëzve përveç se janë parazit, ose të gjithë janë parazit, por pjesa dërmuese e njerëzve janë të prirur për edhe të mos studiuar. Dhe kjo i bën njerëzit që të jenë në nivel, mos themi ignorante, e kupton? Dhe ky është një problem madhor, sepse po ta shikoni, për shembull, gjithë njerëzimi shpenzon ose hedh poshtë rreth 7 herë më shumë se sa ajo që prodhon. Çdo të thotë kjo, njerëzit e pasur, pra ata që janë shtetet e pasura po flas, hedhin poshtë nga ato që prodhojnë po flas, ose e konsumojnë, më të mirë themi që ta konsumojnë, sepse mund të hedhin poshtë, por them, ti konsumojnë. Konsumojnë 7 herë më shumë se sa ajo normalja. Çdo të thotë kjo, një njeri i vetëm, në vendet e pasura po flas, mund të shpërdoroj çdo gjë, po flasim nga veshjet, për shembull ka 30.000 veshje, 500 veshje për shembull, por për shembull pafund, shpërdoron pafund ose mund të hedhë ushqime poshtë, sepse janë të ditës së kaluar. Pra çdo njeri është bërë një llogaritje, siç ju thash, i vendeve të pasura konsumon rreth 7 herë më shumë se sa normalja. Mirë po, nga ana tjetër, varfëria ka shkuar në palc, për shembull në Indi, në disa zona të Indis, në disa zona të Azis, dhe duke filluar që nga Afrika deri poshtë pastaj, sepse në këto zona nuk ka prodhimtari. Dhe kryesorja është kjo, siç e kemi thënë, toka ka pafund toka, por nuk punojnë. Pra, në sintez, njeriu është parazit. Dhe në qoftë se këta miliarderë do të lëshonin ato, ka 13% për shumë, që do të lëshonin këta që janë 3.000 miliarderë, do të lëshonin miliardat, që ajo jepnin popullit, prapë se prapë do kthehesh çdo gjë nga e para. Sepse ai që ka ato miliardat, ai është ngritur në mëngjes, dhe ai ka punuar, punon dhe do punoj derisa të jetë gjallë. Kurse ai që s'ka punuar, dhe ai që është parazit, nuk i intereson fare, sepse jeton me pak. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Është e vërtet apo jo? Thash, ky është bërë një studim, po unë doja ta diskutoja me ju, sepse më ka bërë përshtypje para ca ditësh në një program televiziv këtu në Itali, që u bë një debat i fortë, po thoshin disa gazetarë që uria në botë, varfëria mund të zhduket sepse ka shumë miliarder. Unë nuk jam dakord, megjithatë doja ta diskutoja me ju. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë.